ata që kanë përgjegjësi dhe kanë detyrim, do thotë, të ofrojnë solucion politik për situatën në cilën ndodhemi, kanë marrë rolin e kryeshefit të KQZ-s, do thotë, nëse pyetet veçanërisht lideri i lëvizjes së vendosjes mbi cilin bie barra dhe përgjegjësia më e madhe sa i përket drejtimit politik të jap kësaj situate me të njëjtën gjuhë, me të njëjtën reprizë, do thotë, na tregon sikur të ishte përfaqësues teknik i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe jo lider politik, me kriza është politike, para se të jetë çështje procedurale teknike. Dhe madje pikërisht kjo gjuhë tregon është një lloj përpjekje për të maskuar për bindjen time mungesën e vullnetit politik, do thotë, për të dhënë vendit institucione të reja. Tash në këtë situatë pak është vështirë të jepet një parashikim i saktë, apo se a do të kemi apo jo institucione, mirë po nëse analizojmë parametrat real, do thotë, i kemi disa parakushte të subjekteve opozitare, të cilat çuditërisht është kjo edhe një lloj paradoksi i ri në politikën tonë, ku opozita më tepër në opinionin publik tenton ta krijojë përshtypjen që po angazhohet për krijimin e institucioneve se sa vetë pushtetit. Do thotë, ai kanë vendosur disa parakushte, lidhja demokratike e Kosovës, madje siç kemi bashkë biseduar, do thotë, sepse edhe në atë kohë kam qenë i bindur që deklarimet e zotit Tahaziri nuk kanë qenë vetëm personale, pa reflektuar ndonjë disponim të brendshëm, spaku të ndonjë krahu politik në lidhjen demokratike të Kosovës, e ka shprehur vullnetin e saj edhe për bashkëqeverisje, duke i targetuar edhe ministrit, të cilat ky subjekt politik do të ishte më kompetent sipas tyre për të menaxhuar situatën, ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës është edhe kjo e përçarë në një farë mënyrë. E para do të premisa e parë që nuk e përjashton koalicionin me lëvizje vendosje ka qenë se nuk kanë vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Dhe në momentin kur thuhet që nuk kemi vija të kuqe për subjekte politike shqiptare, tash është fjala, atëherë mundësitë janë të hapura edhe që ky subjekt ketë apetit për ndarje të pushtetit me lëvizjen vetvendosje. Zëret janë të ndryshëm, ne kemi parë do të çndrimin e zotit Lushtaku që ka qenë kundër në mënyrë kategorike, por kemi parë edhe çndrimin e njërit prej eksponentëve po ashtu të vjetër të Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Xhavit Haliti, i cili tha që edhe nëse zoti Lushtaku nuk ka vullnet, që është shumë ishte indikative kjo për mund, që nëse nuk ka vullnet për bashkëqeverisje, atëherë ai mund ta zgjedh rrugën e tij dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk ka nevojë që ta humbë këtë lloj shanse politike në një farë mënyrë. Dje po ashtu një deklarim të zotit Buja, një person, po ashtu një figurë e rëndësishme kësaj partie, një figurë tradicionale i cili shprehu vullnet për bashkëqeverisje me lëvizjen vendosje. Ndërkohë kryetari i partisë deri më tani ka qenë i heshtër, por janë vendosur parakushtet që kanë të bëjnë me gazin amerikan. Dhe Aleanca Paramërinë e Kosovës në një farë mënyrë i ka vendosur disa parakushte politike. Pra kemi disa lloj parakushte nga opozita, nëse jo në mënyrë unike, se me çfarë rrethana ato do t'i përgjigjeshin pozitivisht ftesës së lëvizjes vendosje, por çuditërisht subjekti kryesor politik, siç thash, do thotë është indiferent sa i përket këtyre temave politike dhe po e reprezon gjuhën teknike të krijimit të institucionit, gjë që tregon një lloj neglizhence nga Albin Kurti apo një lloj mos interesimi nga ana e tij edhe që të kemi institucione të reja, mbase me ndonjë skenar që për bindjen time për shumë faktorë që do t'i analizojmë gjatë emisionit, ka më tepër vullnet që të shkohet edhe një në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme se sa t'i privallës për krijimin e institucioneve. Meqense tema presidentit çoi Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme me 7 qershor, dhe ishte arsye kryesore. Domethënë që partia zotit Kurti, ai personalisht me tjerët nuk arriti të bëj kompromis, konsenzus mbi një emër presidenti. I shefja, nësë mund ta themi, grupit parlamentar të vetvendosjes Albrije Nagaci u përgjigj për Radion Evropa Lirë duke i të në dimension më qartësues ndoshta situatës. Në leo ta citoj dhe do ta komentojmë. Ajo ka thënë për Radion Evropa Lirë, sa i përket qeverisë, ne i kemi votat e nevojshme, prandaj me njerë pas konstituimit të kuvendit, pa humbur kohë duhet vazhdojmë me procedurën për votimin e qeverisë, ndërsa afatet kushtetuese do të angazhohemi edhe për arritjen e konsenzusit rreth zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Kështu ka thënë ajo pak a shumë. Duke përsëritur ndoshta gjitha deklarime politike të këtij viti këtu para se si komenton këtë. Edhe para se të përfundonin zgjedhjet, nëse mban mend do të një bashkë kur kemi analizuar hapat e ardhshëm që mund të jenë, edhe që do të japin një farë lloj indikacioni sa ka vullnet apo interesim që të gjendet ndonjë emër për president apo vetëm do të përdorin inskenimin në mënyrë që të përdoret si justifikim për zgjedhjet e reja. Kam thënë që
varësisht se cilin procedurë fillimisht do ta tentoj ta inicoj lëvizja vendosje transmeton mesazhin për interesimin e saj politik. Dhe sepse tashmë i kemi analizuar, ekzistojnë precedentet se në situata të këtilla, në situata të njëjta, se çka ka bërë kuvendi, cila ka qenë tema e parë që ka ndërmarrë për ta zgjidhur në mënyrë që të krijohen institucione. Si në vitin 2011, si në vitin 2021, do thotë kemi thënë që tema e parë që kuvendi me cilën është ballafaquar ka qenë zgjedhja e presidentit. Vetë Albin Kurti e ka ndjekur këtë logjik politike, këtë logjik juridike më tepër, po themi, procedurale në kuvend Kosovë. Dhe tash nuk ka asnjë lloj justifikimi pse të njëjtit po e përmbysin atë kriter të cilët e kanë ndjekur para 5 vite sapo i bjen. 5 vite. Që tregon do thotë çka tregon këtë që nuk dëshiron ta ndaj pushtetin me tjerë. Nuk dëshiron. Do thotë njëri prej parakushteve po e zom të si të lidhjes demokratike të Kosovës, ashtu edhe të Partisë Demokratike të Kosovës është që të ketë marrëveshjen pako për krim të institucioneve. Shumë edhe në mandatin e kaluar, edhe tani lideri Bedri Hamza e ka përsëritur që nëse i dëshirojnë votat e Partisë Demokratike të Kosovës, atëherë paraprakisht duhet të ketë marrëveshjen pako, si për kryesi të kuvendit, për qeveri, ashtu edhe për temën e presidentit. Dhe tash me këta hapa politik, Kurti po e shpërfill njërin prej parakushteve të dy subjekteve kryesore opozitare me cilat do t'i siguronte numrat për zgjedhjen për sigurimin e korumit dhe më pas për zgjedhjen e presidentit. Tregon mos interesim për ta ndarë pushtetin me këto subjekte politike ose të paktën për t'i shpërfillur totalisht dhe për t'i konsideruar irrelevante. Kush po e di se çfarë po kërkon politikisht aktualisht në Kosovë nga partitë politike? Sipas jush. Nga ndëgjor, jam bindur se ato vetë nuk po e din do se çka janë duke kërkuar, por me kësi hapa gradual duke i neglizhuar detyrimet që i kanë, detyrimet kushtetuese e tjera, do ta krijojnë mbase klimën për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Sepse kjo temë është kryesisht politike, nuk ka hapësirë për interpretime teknike, dihet arsye pse kemi shkuar në zgjedhje dhe në rrethana normale, do që ka qenë e paprecedent si në mandatin e kaluar, dhe tash në rrethana normale do thotë për herë të parë do të krijohet kjo mjegullnoje ku ne nuk e dim kush do të jetë kandidati për president, nuk e dim do të formulat e bashkëpunimit e tjera, gjitha janë risi që po ndodhin në skenën politike duke shtu konfuzionin dhe duke mos qenë në gjendje askush të prognozoj se çfarë drejtimi do të marrë vendi. Mbase liderët politikë si zoti Kurti e tjerë kanë kalkulimet mirë, po flas për ne jemi një farë lloj terri informative tëra që po tentojmë është të analizojmë mos veprimet e subjekteve politike sesa veprimet e tyre politike. Pra, për ta rekapitulluar, siç kam thënë, edhe prej notës finale kur përfunduan zgjedhjet, prej fjalimit të famshëm të Kurtit, nëse nuk ishte brutal sikur në zgjedhjet e 9 shkurtit, prej asaj notën ka mbretër një lloj doze hezituese nga ana e tij që të ketë shumë vullnet t'i krijoj institucione të reja kur filloj me ato justifikime që i kemi institucione, nuk ka nevojë të ngutemi, nuk e ka marrë me shumë presion këtë temë dhe mbase duke pritur, duke analizuar rrethanat se cilat do të jenë për të kalkuluar çfarë përfitime do t'i sjellin më shumë. Politikisht aktualisht cilat janë rrethanat që e favorizojnë më shumë aktualisht? Raport me formimin e institucioneve. Unë besoj paktën po tentoj të analizoj motivet dhe interesat se pse një subjekt politik ka vullnet më të madh të shkohet edhe një herë në zgjedhje, mund ta formojë edhe qeverinë, mos bëj kompromis për temën e presidentit, sesa t'i bëj këto ushqime në drejtim të krijimit të institucioneve. Cila është arsyeja, sepse kjo është një lloj sfide në një farë mënyre. Unë besoj që lëvizja vendosje kalkulon, tash a mund ndodh kështu është temë tjetër, kalkulon që mbase është një moment adekuat përfitues për të që shkohet edhe një herë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, sesa të ndjek një rrugë tjetër. E para do thotë ne po e shohim çka po ndodh në lidhje. Po, ti rendisim disa, do thotë ne po e shohim çka po ndodh në lidhjen demokratike të Kosovës. Ka një lloj kushtimisht ta quaj kështu, një lloj rebelimi të mbrëmshëm të disa degëve kryesore të këtij subjekti politik kundër leadershipit të këtij subjekti politik, zoti Lumir Abdigjiko, që në esencë mund thuhet kundër tandemit Abdigjiko Vjosa Osmani. Tash më po vret ato kriza ka arritur majën e icebergut, nëse jam i bindur që kjo ka qenë prezente aty që një kohë të gjatë, por meq nuk nuk dha rezultate eksperimenti dhe shpresa e fundit e Lumir Abdigjikut me Vjosa Osmanin, atëherë
janë akumuluar dhe janë shpërfaqur gjithnjë më tepër këto kriza. Dhe një subjekt politik i cili shkon në zgjedhje me këtë lloj përçarje të madhe, nuk jep shumë shpresë se mund të krijojë mobilizim politik kundër lëvizjes vendosur. Unë besoj që do të ketë kosto edhe më të mëdha elektorale lidhja demokratike e Kosovës në këtë gjendje nëse shkohet në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, sepse betejë kryesore sot që e ka LDK, e ka betejën me vetveten, nuk e ka më me oponentët e saj politik. Leadershipi i partisë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sfidë kryesore ka si ta mbjetoj garën e brendshme elektorale. Në këto rrethana, tash nëse shkohet në zgjedhje me këtë lloj barre, kjo krijon një disfavor të jashtëzakonshëm politik për Lidhjen Demokratike të Kosovës, gjë që jam i bindur që këtë gjë ka vërejtur të Kurti. Po, e ka vërejtur, po shihet gjë që jam i bindur që kjo lloj krize do të vjen duke u agravuar. Nuk e ka temën e presidentit, do të vjen duke u agravuar dhe që sa më tepër që agravuat, aq më tepër e cënon mirë funksionimin politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, ai mund ta lexoj kështu, sipas bindjes time, ai mund ta lexoj kështu. Edhe Partia Demokratike e Kosovës nuk ka kaluar mirë në zgjedhjet e fundit parlamentare. Ne nuk kemi ndonjë arsyetim zyrtar të këtij subjekti politik, mirë po mos harrojmë, janë për një subjekt i cili ka qenë 6 vjet në opozitë, do të që ti humb deri në 40.000 vota, janë humbje e madhe politike, dhe mbase kjo ka të bëjë, siç e kemi analizuar, nga shumë faktorë që kanë ndikuar, por edhe me pritjen e gjatë, me lodhjen mbi pritjen opozitare të tij, gjë që ka filluar në demobilizimin e këtij subjekti politik. Gjë që këto zgjedhje edhe Partisë Demokratike të Kosovës ja kanë transmetuar një mesim të qartë që më nuk mund ta merr si të mirëqend mbështetjen e bazës së saj elektorale, sepse ne e dimë në mënyrë konsistente ky subjekt politik pak a shumë është sillur deri te ai numër i votave me ndonjë përqind, me ndonjë numër më pak më shumë, por nuk ka rënë në 190.000 vota. Për herë të parë, do të ky subjekt politik ka të kurrje elektorale. Tash mund të jetë mbase kalkulimi që kryet tema, do t'i analizojmë edhe aspektin aleanca periferike, po, lutem. Veç do të mbase është kalkulimi i tij që edhe ky subjekt politik ka filluar të kurrë dhe zgjedhjet e reja po ashtu, derisa nuk është këndell ende nga kjo traumë politike, mund të jenë të disfavorshme edhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Tjetra dhe që është më kryesore do të kemi me shtyrjen e vendimit të gjykatës, me shtyrjen e vendimit të gjykatës speciale për dy prej edhe tjerëve, por dy prej liderëve themeltar të këtij subjekti politik që kanë rëndësi për mirë funksionimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe me një PDK pa zotin Thaçi dhe pa zotin Veseli në Kosovë dhe po ashtu duke përjetuar të kurrje elektorale për shkak të krizave të brendshme politike, kjo është një situatë e favorshme për kryeministrin Albin Kurti. Dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është e vërtetë që ka tejkaluar një test për cilin ka pasur sfida i përket kalimit të pragut elektoral, por nuk është që ka dëshmuar në këto zgjedhje do thotë për të bërë ndonjë ndryshim shumë më të madh për ta zgjeruar bazën e saj elektorale. Kështu në këtë klimë, këtë situatë në cilën ndodhen subjektet opozitare, shto privilegjet e pushtetit që i ka zoti Kurti, sepse mos harrojmë fushata elektorale tash është shumë e kushtueshme për subjektet opozitare se për Kurti, ne ai ka krejt infrastrukturën shtetërore në dispozicion. Absolutisht nuk është e kushtueshme për të në këtë drejtim. Shto edhe këton mund të jetë kalkulimi i tij, këto janë vetëm zhvillime dinamike të brendshme, mund të jetë kalkulimi i tij që mbase është momenti ideal dhe vendimtar edhe një herë për ta sprovuar fatin e tij politik, për ta siguruar atë që e ka projektuar si synim. Lajme për fragmentarizim e klime antagoniste po prodhon opozita aktualisht. Nuk po prodhon partia Kurtit. Absolutisht. Ne po i përcjellim para sa mundim zhvillimet politike. Çka kemi parë? Kemi parë gjumë shumë brutale ndërmjet njëri tjetrit sa i përket eksponentëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke akuzuar njëri tjetrin edhe për tradhtarët, skiminjor për tradhtarët pa burre e tjera, do të edhe tendenca e Lumen Abdigjikut, nëse e shem me vëmendje arsyetimi i tij gjatë gjithë kohës, këtë lloj rebelimi tenton ta zhvlerësoj dhe ta denigroj si një lloj komploti armisor që po i bëhet brenda, që sipas tij në kohën kur pikërisht LDK-ja ka filluar të sforcohet, janë mobilizuar armiqtë e brendshëm që ta pengojnë këtë sukses politik. Edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, ndonë se kanë qenë më një farë mënyre jo shumë brutale, jo shumë publike, më pak të ekspozuara, por vren që ekzistojnë këto rivalitete politike, të cilat
kanë mundur të menaxhohen, kanë mundur të menaxhohen nga shpresa e madhe për epilogun e Hagës. Mirë, po në ndërkohë sa më tepër që shtyhet kjo vendimarrje kapitale sa i përket gjykatës në Hagë, nuk di do thotë se sa do të mund të menaxhohen edhe me tutje këto fragmentarizime të brendshme politike.